Ka një minare i kanë pas xhamia tona, tash kanë fillu me i bo ka 2, e shumë pe tyne ka 3, do i ka nis 4, e i kanë rejsh 2, e 2 doke që janë hazra aty, vesa të bojmë pare, se kena min rejsh edhe këto. Haki thua të musliman, edhe e di që kanë me akuzu shumë prej muslimanve, ama Allahot ja kom dhanë premtimin tem, që komonu me folë për dinën Allahot Azogjel, pa i këshyrë qëllimin tanë, as pa i këshyrë qefin tanë. Gjamia është gjami, kur nuk bahana prej atyne që thamë, mos nëresh një gjamia, nëresh një spitale. Jo, nëresh një gjamia shumë, edhe nëresh një spitale shumë, edhe nëresh një qka dëni shumë, ama gjamia nëresh një shumë. Nuk jam prej atyne, mos kujtoni që jam prej atyne, ama na jem umet mesatar. Nëresh një gjamia. Problemi është minarja. Minarja nuk është si gjamia o musliman. Gjamia është gjami. Qysh e ka formën, qysh dalet e ka formën. Jo kjo forma turke, jo kjo forma arabe, jo kjo forma... Qysh dalet e ka formën. Gjamia është gjami. Ti edhe one, edhe krejt muslimant jem dëshmitare që jem ka e të projmë në zbukurimin e gjamia. Këto e din muslimant. Tash, tema jam sot është minarja. Rasulullah a.s. edhe shokët e tina jonë falë pa minare. Arneki dinit është falë pa minare. E unë edhe ti, po na dohen 4 më falë, edhe s'po falë me. 4 po do të me nejbo, 5 minare, edhe s'po falë me. Po thamë kështu qartas, minarja, kujtoj njerëzit që minarja është shaj e gjamis. Minarja nuk u kanë shaj e gjamis. Kor nuk u kanë shaj e gjamis minarja. E di që se keni këto kor. Njerëzit kujtojnë që minarja gjithë qysh do të me kanë aty, por me dit njerëzit që është gjami. Jo, musliman. Gjamia dihet për muslimanve. Si shpinë qysh e din musliman. E din gjamin. Musliman nuk kanë nevoj me janë rejsh një minare. E qafirit në që atë 10 minare a e tina nuk e intereson gjamia. A e nuk e ka qëllim gjamin. A di kush është simbol i gjamis, që lidhet me minarën po mënaj. A di kush është? Muezini i cili del e shfaq vetën, manal dikon gjami, edhe e fire zanin qështo haptaz, edhe doket për njerëzve, që kjo është simbol i gjamis. Nuk do me thonë që do të me hyp në alt atje krejt, jo. Vesh hyp dikon pak manalt, edhe fire zanin, ku me pa njerëzve që ata që janë rrethit, e shohen, që kjo është simbol i gjamis. E jo 4 minare, jo 2 minare. Pse 2 minare, vëllahem? Pse? Njaftë nja. Ani, por nja nuk po folëm. Nja. Po pse 2? Pse 4? Edhe ju që keni dhënë pare, e dini shumë mirë se sa kushton 1 metër e gjamis. Këta ajo që kam kujtohet, më kujtohet që ajo kujtohet ajo hekri që shkon nalt atje. Që ajo llogaritet metër e gjamis. Si 1 metër e gjamis shkon edhe ajo. Po ka çmimi. Do me thanë, pse o vlogën? Problemi është që nuk une për vete, nuk moj me të thanë që që ke dhanë pare në minare është si kur aje që ke dhanë pare me në gjami. Këta o nësëm të thamë. Nëse gjanë dikon që të thëtë gjaje. Qështë ka thënë Muhamedi a.s. A i që të e fetvan, a e ka barën. Une nuk moj me të thanë ty që pare që i ke dhanë për minare, janë si kur pare që i ke dhanë për me ndërtu gjami. Jo, shtenin gjami. Qka qëtesh? Blak, mboloj. Qka qëtesh mrena gjamis është gjami. Minarja nuk është diçka që është pjesë e gjithë qysh e obligu me gjamis. Edhe njerë po thamë. Hajde nja. Nja. Pse 2? Pse 4? Pse? Jo më ju do këtë, kush ka me pa musliman? Na kena folë që gjamia është për musliman. Muslimani kur ti mrena as që e vrejnë që është minarja nalt. Edhe ti mund është më falë, edhe ka gjamia shumë pa minare. Nuk ka kur gjatë keqe me ka gjamia pa minare. Kur isha në pushim, e bona një foto një gjamis, gjamia vjetër, tani unë rej gjamia re. Gjamia vjetër kuptohet, minarja sajna me drasa. Minarja re kuptohet. Wallahi l'adhim, nuk ka dalim që e minarja me drasa pe që sajna tjetërës as një tro, heq, s'ka dalim. Dyjat e kanë vlerën njëjtë. Mos shani pasuni, po do në menresh, bane si simbol pak, mos shë shumë pasuni, mos shë shumë pasuri në ta,
për shkak se nuk është si xhamia o vëllai. Veç në Kosovë sa ka minare, vallahi alem edhe sa xhamia e kishim veç. Edhe kanë vendet tona nevojë për xhamia. E ke pa për xhumë. Falen jashtë njerëzit. E pale shkojnë minare. Pse? Zgjerohe. Kjo është ma herë se sa me nreq minare. Edhe njëherë për thamë, po më nona me folë qartë që ti me më kuptu. Ama qëllimi jam është që Allahu me ka një knaqën me këta që atë më thanë. Jo ti. Kështu që mos janis me komentu me thanë edhe me thanë. Po shkak se për fillimit po të kalzoj, po më nona me të një me kuptu. Ama nuk të kam qëllim ty. Kam qëllim që Allahu Azza wa Jall me më shkru pe atyne që e thojnë hakin, edhe kur është tirë me thonë hakin. është tirë. Kjo është e me shtirë me folësat. Unë menoj që njerëzit se kuptojnë, nashta krejt muslimanët kanë me kuptu. Ama unë menoj që se kuptojnë, me gjithat haki thuat o musliman, e drejta thuat, e realiteti thuat. Kur nuk jam prej atyne me thonë mos nëjë që në xhamia në një spitale, keni një kësi ideash, jo, xhamia në një shumë. Nuk kem nevojë për agjallar, kem nevojë për mjek, jo, na kem nevojë për agjallar shumë. Shumë kem nevojë për agjallar, shumë. Kem nevojë edhe për mjek, edhe por, ama edhe për agjallar kem nevojë shumë. Çdo shtëpi ka nevojë për një imam. Nëse ka mundësi, çdo shtëpi ka nevojë me pas ka një imam, 2, 3, ama me tepru me investime jo. Jo me tepru me investime për shkak se s'ka hajër në to.